Kurioziteti se kush do të jetë finalisti i dytë i këtij edicioni të Big Brother VIP Albania me Seglit dhe Laertit është shumë i lartë. Edhe pse kanë kaluar shumë orë nga hapja e televotimit, sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se cili banor do të shpallet finalisti i dytë. Dhe nga rezultatet paraprake, përqindjen më të lartë e ka Egli si asnjëherë më parë, me 89% të votave, e më pas Laerti me vetëm 11% të votave. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Por pavarësisht këtyre rezultateve, ai që do të shpallet finalisti i dytë është Laerti, pasi është produksioni ai që vendos, dhe shpeshherë Laerti është përholur se është një nga lojtarët e produksionit dhe dhomës të rrëfimit. Kujtojmë se këta banorë shkuan në televotim kokë më kokë të zgjedhur nga Rozana, e cila e vendosur në këtë pozicion nga vëllai i madh, pas zgjedhjes së saj si finaliste e parë. Zgjodhi Eglin dhe Laertin për të konkuruar me njëri tjetrin. Po ju, kush mendoni se do të jetë finalisti i dytë?